Ani, që episodi jemi? 8. Na që kujdes mikrofonin. Filluam. Filluam, na që. Filluam? Filluam. Qa boni? Sa jemi? 38. 38. Ikin vitet, ë? Apo ti si? Ikin muaj. Po ikën vite, jo muaj. Tani, unë këtë episod, opa. Haj gëzuar. Shpërtheu shampanja. Në vajzjet. Unë këtë episod... E po të shpërthej dhe bira pa alkohol. Ja me birë pa alkohol se përdorim antibiotik për të mbadën. Na i ka prerë dentisti Budweiserin, mos pi Budweiser tha për ja një javë. Shumë faleminderit gjithsesi Tanit, Seldianit dhe Martinit, Budweiser Budvar, kafe Frank, cappuccino, ujë burimi. Sponsorit tonë që vazhdon një nga më të vjetrit dhe është një nga më të preferuar Kemi 50 vjetë. e publikut. Kemi Fura Restorant, Po, Fura Restorant, kemi Antigonea 2000. Antigonea 2000, kemi Autocar Albania.com, platforma ku mund të shisni të bleni makina. Gjithashtu servis Enea Shalari që nga ka dimuar me kamerën edhe me këto mikrofona që ka mund edhe Naqja sot. E kam unë, E keti atje. Kemi dhe Toni Thimion. Toni është një laptop atje. në fund e bëri bam Toni. E sodi Toni laptopin. Përse kemi ndezur, po që... Ta thyejm live tani ta shikoj Toni. Jo se na duhet. I thomi atë e morën bërinat. Andea që të duket barku. E morën bërinat. Ta mbajmë këtu të fshej barkun. Të duket. Të më duket thua. Kemi Pëlqeni, ha? Nurin e saj. gjithashtu bar klasik, faleminderit dhe klasikut, një nga baret më cool në pjesën e re të qytetit. Edhe le të vazhdojmë. Na që lula, përsëri sot. Rikthimit. Kësaj e vajte në podcast. Ja gëzuar. Se di sa kemi bën? Një 6-7, E ke humbur dhe ti fare. 8. Ku di unë? Una që Nuk i numëroj. Ore, shiko se do thonë njerëzit që vinë vetëm neve, e kupton? Po e Po le të vi kush të doj, valla. Ore nuk ka E njerëz. kupton? Le të vi kush të doj. Ëhë. Le të vi kush të doj këtu. Nesër të vi, ne këtu jemi, hapëm këto veglat e bërëm, ikëm, baruam. 1 orë punë, 2 orë. Ore shko dera E është e kupton? hapur. Po, le të vi, se kemi thënë shumë ne që le të vi kush të doj. Ajo është dere madhe aty. Jo se japin mendje që të vi ai, të vi ekip, po të vinë. Këtu është zyra, e din të tërë ku është, edhe le të vinë. Le të vinë të Bujrum. flasin. Për çfarë ti doj qefi? Ç'të duan, le të valla, shajnë, le të mbrojnë, le të bëjnë ç'të duan. Bile, unë dua të përshëndes, nuk e din nëse na ndjek, është një djalë që jeton në Norvegji, edhe më tha që dua të bëjmë një podcast kështu live, po nuk e di se si funksionon kjo me këto me WhatsApp. S'është kaq e kollajt ajo. Është pak e vështirë. Na ka thënë dhe Ersanti, përshëndesim dhe Ersantin, Ersant Veizi, mikun ton, shokun ton. Sande e qosheshës. Ersantin e Qoshes, tamam, do dhe Ersanti që të bëhet pjesë e podcastit, por gjithsesi kur të vi këtu janë të mikpritur të gjithë. Patjetër. Kërkesa të shumë. Kur të duan, jo kur të vinë këtu. Kush të doj, kur të doj. Kur të doj, dera është e Te hapur. shesh që gjithë na mbrapa çeçus. Brava Çeços. Edhe njerë filloj miq, faleminderit për subscribe, like, comment dhe për ndjekësit e shumt kudo në Instagram, në TikTok, në YouTube. Falenderojmë, nuk e di kam parë Blero, në ca ndjekës nga Kosova. Më tha njëri, jemi nga Kosova dhe ju ndjekim vetëm për atë burta atje, për Naqen thaj. Ma që nga Kosova, që, po, Në YouTube. e ke në YouTube, Po, e kam e ke parë. para atë koment, që nga Kosova ndjekin vetëm për Naqen. Po ne shqip flasim. Po ne shqip flasim, Se mos na ndjekin. puna është Nga të duan. Puna është që pash një intervistë në këto në rrjetet sociale dhe i thaj edhe i bëri pyetje kjo vajza që intervistonte, sa të vështirë keni, i tha, për t'i kuptuar shqiptarët e Kosovës, i tha, në gjuhën. I thaj, urdhra. E ke para atë? E kishte thënë ai që delte ngopi ai djalë me fokë të gjata në një kështu që kishte bërë një skeç. Denisi. E kishte thënë që jo i sallamit, ai tjetri me fokë të gjata. E mo Denis ta Ja rova emër, bravo. Kishte bën një humor të bukur me këtë që fliste ai me Demek Maloku, që i thon Malok, që nuk e di pse i thon Varet Malok. nga geg to. Edhe i thoshte gjaspe komente ju gorit na bosh që ç'thot kise se marr vesh. Thot ki. Duam të falenderojmë dhe Enzo Atinin. Ato janë dialekte valla tani, çdo gjë mirët vesh. Shumë faleminderit Enzo Atini, do vazhdojmë të kemi bashkëpunime me Enzo Atinin, pse jo, është një nga brendet më të saktë kudo në Shqipëri dhe jashtë, dhe më i përndjekur tani që është dhe sponsor në Big Brother. Ore, si vetëm me Big Brother. Se kam parë asnjë episod Se ndiqni në fare 20 vjet e fundit.
20 Sa ku vjet. di sa ka. Asnjë episod. Dekorat vetëm që ke Na dalin atje në Instagram, shmangur atë. bëjmë lloj skip. emisioni. Në Instagram. E ke full Instagram. Po dalin ato në rrjetet sociale. Vetëm me risat e Mateo thot atje Stelin, është ai Nuk i Rogeri. shikoj, nuk i kam parë, po asnjë fare. S'do t'ja di çfarë. Po nuk është janë dhe VIP thot ai, kush janë këta? Shumica. Si s'janë Mund të VIP-a? njohësh ndonjë këngëtar, ndonjë kështu, po Janë VIP-a, si quhet ko. VIP vetëm Vrenozi gjeta ma, VIP. Jo, mo këta e janë. Vrenozin e njohim, ne që rrim shikojmë. TikTok e këto? Influencer thot ai. Po s'janë të influencer ata. Pastaj thot tjetra un kam dalë në përputhjen, thot pa nga përputhjen kalova, siç Po. joti dhe Luizi live që i tha këtu s'jemi në përputhjen i tha, kur u fut Luizi 4 ditë e bëri zallaman ai aty. Po pse doli Luizi prapë? I fut kot to 4 ditë Ah, se se një pas që më doli atje. U futi divizion nga gjumi, e ke Stoi vërejtë. vetën se ky. Si ishte ky që u rikthye prap, që luajti futboll prap. Luajti si Henria me Arsenal. Oh, Luajti Thierry në Henry. sezon të fundit. Kështu na që. E po se na the për Kosovën, ke vaj ndonjëherë Kosovë? Jo. Do të thënë si ke parë ato rrugët e Kosovës, ato autostradat me ura ato. Ato male të bukura që kanë ndaj, që shkojmë në Shumë videora. para Kosova, shumë para, shumë bukur Kosova. E një lloj janë si neve, Jo, nuk janë ke se gabim, kanë. shumë. Po Neve- ai ka rrugët to. Neve s'kemi rrugë, të vesh në Korçë do t'i biesh në Maqedonia dëgjova. Do ka vije nami sot me maune. Ose nga përmeti 8 orë. 8 Jo se orë. përmet humbi njerëz te ajo. Kombinatin e sek. Është tjetër anë përmet, po. Po shumë kështu ma une, Shumë ë? ma une. Nuk e lën më të futet në përmet. Na, nuk kam vëtra. E, po i bie këtu na dal, Surati naqës. dal afër përmetit, futem te toka greke. Edhe dal mbi përmet, dal afër Leskovikut edhe iki. Te toka greke. Nuk kam probleme në Leskovik. Banjat e Bunjës, Ka super vajtë të fare. mirës. Mua më pëlqyen në Po film. më thanë që kam më shumë çmim të lartë te parkingu, nuk e di. Isha pak Prishë një skeptik. moment i rregullon prapë. Po i kam bën më të moderne, po thonë që hum parking çik të Atje shtrejt. duhet të vënë banjë. Se atje vën njerëz. Tualete, futen po. në ujë Po do dhe vën, do shojnë vën. të tëra. Do vën banjë patjetër. S'ka logjik mos vën banjë. Madhe ajo. Do vënë Patjetër edhe që vën banjë, s'ka logjik pa banjë. Shtëpit Ti që ku vajte në banjë, ku vajte në banjë. Rrugëve. Atje si qend. Datë të pema. Po unë doja të veja lart te ka i fshati lart. Fshati Bunjës. E, po jo, është dhe një fshat tjetër atje çik më tuti. Ogdunan, diçka e tillë, një fshat e tillë, shumë të bukur. Po. Po më tha njëri që mos ik, do tha se janë shumë rrugë të këqija tha. Me çfarë makine ishte ti? Po makinën time të vogël. Po të bëja me atime mund të hapej në rrugë fare. Janë ca që e bëjnë me kuaj janë derat, po ato janë super fshatra të bukura, për me t'i ka fshatrat më të bukura në Po Shqipëri. tu gan se si e ka. Ogdunan. Po. I di Aleksi këtu, Alex Si Tani. emër Po ja të na marrin këta të na çojnë në ditë. si emër E përshëndesim Alex Ande Tani. lart. Po jam do t'i themi Alex. Në ato fshatrat, me kal, të na çojnë me kal si në ato vite. Ora Alexi të çon me se të duash ti dhe me parashut. ti ke çik kështu reputacion të keq tani në zonën kultur përmet. Ke si Po pse ne si kemi sharje? E ke gabim. Ne si shavëm jo, po E nuk ke kemi gabim. thënë. Ata që të shajnë, ata të duan më shumë. Ai që Ke nga ajo mua. që për pak të bëri. Po nuk na dhënë shau rrugët njeriu, e valla. Po na shavën qiku. Po miro pra shavën të sharja dhe ata. Po ne unë e di që s'na shau njeri. Se thanë që jo, po kush është ki që fletë shumë për metin, për kërcirën. Po ne nuk i shavëm. Po miro ashtu e morën ata, bullën. Respekte, por ja, urdhro, Shikon, fjallë e vërtet. po përmeti, shiko dha. Që janë këto vëndet këtu, rreth e rrotull neve, përmet, kërcyr, Tepelen, Me Malia. edhe çik Saranda tani që ka filluar të ndryshoj. Këta janë si njerëzit tanë, valla. Një Njësoj janë. po çështë gjysmore e rruga atë banë, gjysmore vajt atje. Bo tani se 3 orë të vejnë në punë në plagjen tjetër. Marin metrora. Ne zë jemi një lagje e madhe, një Fix. e Londrës tasëm, ku di unë. Një lloj jemi të tëra atë banë. Nga mesi e lartë fillon që ndryshojnë pak njerëzit, edhe nga që kanë tjetër. Pastaj fillon edhe ndryshimi. Dialekti ndryshon. Po dialekti më e që Dialekti një lloj jemi. Njësoj është. Po që Shqipëria ka që e vëndësh atë banë. Kurse kultura tradita janë njësoj, po thuaj se. Për Mik pritja. shtator ike dole lart fare. Mik pritja është gjithmonë në nivel. Pa në këto, në Itali, në Greqi për shkakun një napoletan me një milanes nuk kuptojnë, ose një nga Kreta me një nga. Po patjetër më ja i fol me një Kipriot që flet greqisht. A se merr vesh fare. Po, se merr vesh fare. Pa ashtu dhe ata për ne mosh, si flasin këta thot ai. S'na kuptojnë se shomit, sa fjalë. Ushi greku thot ai. Ku e din ata që ne kështu flasim këtu? Mund të jem fjalë çik greqisht, çik turqisht, sidomos Ziro Kastriçe, i ka tëra brenda, greqisht, turqisht, tëra. Jugu. Ajo është të
Jo jugu, vetëm Gjirokastra e ka këto. Jo, më ka dhe përmeti. Nuk i ka përmeti këto, jo. Vetëm Gjirokastra e ka Ore, këto. kanë nga këto dialektizme. Po nuk kanë grek brenda përmeti ju, vëllai. Si s'ka grek? Po ku ka grek përmeti ju? Ka të krishterë plot. Ku ka grek te Pelena? Mirë, dakor. Ore që të kenë bën pak me grek, e kupton? Të kenë një Përmeti është në kufim. stërgjyshe, një gjë. Çështje kufirit. Po patjetër, më mirë, normal. Edhe sarandiotët kanë shumë Sarandiotët po. marrje edhe një me sarandën me Greqi. Sarandas ekzistonte para. Ka minoritar në përmet? Plot, ka. Ka, po janë shumë të përzier me vle. Janë çik Janë çoban. Përmeti Mix, dhe nga ana e greku dhe nga ana tonë janë vle shumica e popullsisë, po janë ose vle shqiptar ose vle grek. Nërë sek në Korçë, ke plot nga këta që janë edhe që kanë emigruar vite. Pastaj Jo të emigruar, nuk thonë minoritar, nuk thonë për Minoritar, pak o gjëra. Po në gjithë është sipër afër mbi Korçë, po Gradec kalojnë në Bullgar pastaj. Po atje e di atje. E di. E di atë historinë që kishte vajtur njëri që aratisur në punë e vet. Në Gollabur. Na liqeni edhe kishte arritur në një nga këto fshatra shqiptare këta që kanë. E pandaq se gjenë në Bullgari. Dëgjoj dialektin e atyre s'kupton dhe asgjë, e kapën e Ramës ata. E di. Kishte dalë një nga këta nga Pakistani, nga Afganistani, ku diun nga që në Kosovë me thik në dorë dhe vajti të bënte nga këto lojrat që bëjnë për Europë këta. Në Pakistani. E që trembin. Kamera të fsheta, po. Jo, re që Ishte i saktë? origjinal valla me thik si Hanxha. Çfarë thua? E kishte dalë në Kosovë, se nuk e mbaj më se në xhund. E pash në një video edhe bënte kështu si do godiste njerëz siç bëjnë për Europë. E kapën janë 3-4 veta. E qelbën. Po të qenë në Europë ai le që kishin ikur tërë me vrap. Po do kishte goditur një 5-6 veta, kurse këtu sa e nxori thikën ai. Pestika këta tjerë. Prandaj neve jemi mirë në këto gjëra, nuk kemi fare probleme. Kështu jemi në rregull deri tani jemi. Ne vetëm po na arrin në shkarazi, iku dora aty dhe na i lëshoi, se gjë tjetër nuk na i gjen fare. Po pse jemi në art neve? E di. Po kryesore fare. Nuk e di në harin ajo mu këtu dhe ne kjo është e keqja. Se folëm shumë për këto Vietnam e këto Pakistan e tëra këto, po haruam Iranin o, se atje filloi lufta. O dha, po në episodin e parë të thash që aty do filloj luftë. E ka thënë na qau. E ke të garantuar. Bile një ndjekës na kishte bërë koment që e kishte parashikuar na që këtë luftën. Çmendim ti? U bëre si këta si çak. Po jo, po duhet të ashko, ata janë. Parashikon luftën në Iran. Jo, Irani o dha ka qenë njerëz shumë të përpara botës. Civilizimi jashtë. Na ne nga të tërë, e kupton, na këto Franca këto si janë fare në art para Iranit. Persia e lashtë ka qenë. Po iranianët janë ata, njëta gjë është, nuk ka të. Edhe Po këta pse u bë kështu që po e bënën këta. me këto ferat, me këto gjëra, Kush janë këta? Ja rojmë atje që vram. Kameni, si e kishte. Kameni. Ushtria mbrojtëse se si i quajnë këta, s'më vjen në mendje. Garda revolucionare, bravo. Këta e bërën atë të tërë vlla edhe atje ku qenë njerëzit si puna jon, i kthyen të tërë me perexhe. Opa. Ndikimi Para ca kohësh bënë shumë vrasje. Para një 2 muaj thonë që vramun 60-70.000 veta. Çfarë thua? Që ngritën. Që vran po 40.000. Çfarë thonë ai? Në protest. Na 3.000 dhe në 30.000. Po. Po nuk miret vesh se sa u vran sepse atje fikën internetin. Nuk mirret vesh, po. Ky menia thonë me Elon Muskun me atë Starlinkun. s'pu nga Elon Muskun në Iran. Nuk u hapi Starlinkun për që të kishin internet, po të bënin postime për protesta. Po dhe mund t'ja vëdi dhe atyre mujahedinëve. Ku janë ata? Janë në Manës, Diku në Tiranë atje rreth rrotull. afër Durrësit. Kundërshtarët e atyre këta këtu janë. Të atyre. Edhe ai Shau që është në Amerikë. Po këta këtu janë kryesorët, kundërshtarët e atyre. Po ka dhe të infiltruar. Po patjetër më ajo dihet. Pa jo historia që hodhën një kështu në Qipro është e vërtet? Vajte të ishte një. Po goditë shumë në Qipro. Po vajte në Qipro apo në det? Unë gjë sigurisht. Në Qipro më vllai e bëri hep atë në det. Të përgjigje Aleksandër anë të hinë kohë. Ore, hajde brenda aty. Në brenda në Qipro. Jo në një vend atje, në një fshat. Edhe si duket. Atë ko flisja se unë ata që më kanë pagëzuar i kam në Qipro. Edhe fliste plaka me ata në Qipro dhe i thanë që 4 fshatra rreth e rrotu bosh. bazës i kanë hequr njerëzit në fshatrat. Çfarë thua? I kanë çuar në hotele në mes të ishullit për shembull. Po besoj te turizmi në Qipro këtë vit. Po mund të ketë probleme, po vazhdoi shumë kjo.
stik me 2 Problem është ajo. Po dhe këtu tek neve, mos kujto se... Po e hodhi ai, ikëm dhe ne mbaruam, ç'bërëm. Edhe po se hodhi, po prap, do trembe njerëzit. Po jo, nuk trembe këtu. Apo s'na gjengjin neve. Këtu i dalin para neve topit, nuk e kemi problem. Si ma to gruda. E po jemi mirë pastaj, do Po na vrasin, na ka vrarë neve, njëri, që na vrasin nga ata. Jemi që jemi. Jemi mirë dhe këtë vit. Jemi popull fukaraç, pun kemi ne me. Kanë mi krasuar këto që ndodhin. Me Leo Mire nga tani. Këto janë gjëra të vogla, krasuar 97. Ne kemi parë luftë live. Na që na përshkruaj pak të theshtatën, sa vjeç ke qenë? Kam parë tëra I ke marrë atë kallashin poshtë? 11-12 vjeç. Ke lëvizur me 12 pistachin te kisha poshtë e bendit. gjuaje? Po ku gjuaj jo? Rinim kështu afër. Ko do ja dilte ai nga spaka na lëshon te ne këtej. Në përlagje. Edhe juve? Pinde ai dy raki për shembull X Y që si ka kush i mban më. Bab ne këtej shtrit në shesheve. Kaloi në versionin remizet. Në krevate s'flin njëri vlla në për divan në s'flin njëri. Pse? Tu vinte plumbi më brenda bam. Se shtrieshe në dysheme? Jo, e rinje në shesh. Nuk rinte njëri në divane. Në ato vite. Lini në shesh. Ore vlla, rinje në shesh të thonë, nuk. Poshtë derës. Poshtë penxheres. Poshtë penxheres. Shikoje. Kishte shanse të vinte plumbi në shtëpi? Po pse pa kanë ardhur? Vut. Vut. Na vli mua pa Ti fund. e kisha me pamje këtej nga proi. Po mu, dilja ai lagje punëtori, ja lëshon një kot për qef këtej. Ba. Se ço ti bëje? Ose dilja ai na X lagje, se mos omi lagje si bandej sikur ka ndodhur, e kupton? Dilja ai nga lagje tjetër, ja lëshon te këtej. Kalon në një aeroplan, loni këta. Loni në aeroplanin. Bas e kap ki plumbi apo se kap. Ato plumba ku vjen, ja. Të bëshpira bini. Trauma që na ato vite. Po pse pak veta janë ndjekur? Janë vrarë, pa dashje. Minin fisheket, hiqnim atë neve. Barutin edhe bëni memra. Bëni nemri me E vup, mirë të flak surati. Kanë ngel me shënja, kanë ngel me... Ne ky andi me besin. Po lena va, mana atë. Ata e bënin në dorë. Me bomba hiqnin atë fitilin. E hiqnin atë, kur të kërciste fitile, kur të kërciste në përduare. Lena, Mirë po. të mere ra, valla. Dakor, po më e mirë nga kjo Ja vrarë shumë njerëz, valla. Më e mirë nga kjo fëmiri që jetojnë këta tani ka qenë në fëmiri ato. Me bomba. Po tani e ke bombën në dorë, mo, ja ku e ke bombën. Po jo. Ti të Po pak jo, në mo jo. kishë. Po ke qamo, valla, janë vrarë shumë njerëz. Shavash. Janë vrarë shumë njerëz, valla. Disma pak se kemi dhe një tjetër, Erdhi momenti i bombës tjetër. erdhi momenti Sa veta janë atje? 186. Respekt të gjithë. Në Oslo, fare. Oslo. Të jenë mirë, vëllai. Rrezik. Lokali apo është? Ore, Oslo në Norvegj. Tani ona që Ata duhet të jenë mirë, thuan çikati ja djalit si janë ata atje në Norvegji. Norvegji është reato, Zvicër Norvegji. Zvicër Norvegji je pasha. Vetëm dielli mungon atë. Vetëm dieti mungon atje. Janë si përmeti, kanë të tëra përveç diell. Ona që na Se është përmet ka afruar, diell. Jo, përmeti s'ka detin, i ka të tëra përveç diell. Ka lumin. na është afruar edhe një sponsor tjetër, do ta përshëndesim edhe këtë tjetrin. Përshëndetje vëlla, përshëndetje. Na ka kontaktuar Auto Accessor Albania. Vendi ku mund të gjeni gjithçka për makinën tuaj, nga aksesorët më të vegjël tek ndryshimet që transformojnë komplet makinën, i gjeni në autoaccessor.al në website. Body kit, fener, stopa, pedana, maskarina, difuzore të tjerë, nga modelet më të vjetra tek modelet më të reja të automjeteve. Produkte cilësore, transport kudo të shpejt dhe falas si dhe mundësi ndërrimi kthimi. Kontakto tani, regjistroni numrin 067 661 4444 ose vizitoni autoaccessor.al. Kështu që Po do në Të jetë një mirë, të jetë mirë. në një aksesor për makinën na që ke çunat këtu. I ke dhe tek faqja e website-it mund të zgjedhësh gjitha. Ne na duhet një makinë direkt. Shumë faleminderit. Na duhen aksesora. Respekte. Vazhdojmë. Kjo dhe autokari. Tani na që një pyetje tjetër kisha. Dikush në një koment ka lënë një perlë fare. Para se të ndodhi çdo gjë, tha Naqa, tha i ka parashikuar, siç parashikoi edhe rrugët, tha që ran, tha parashikoi këtë të Iranit luftën, tani parashikimi i radhës që të marrim vesh, tha çau be, tha që të ruhemi. Jepe një parashikim, çfarë mund të ndodhi Olla, tjetër. po vazhdoi shumë kjo.
Me Iranin, se kjo nuk është tani si Ukraina me atë që... Pse nuk mendon se për një javë mbytet kjo histori? Jo. Ai tha mund të dërgoj dhe ushtar, tha, brenda në Iran. Luftë e tretë botërore? Trumpi. Luftë e tretë nuk bëhet, se nuk... Që të bëhet luftë e tretë duhet të futen të tërë. Duhet të futen të Rusi, Kina, ata nuk futen, kanë hadhet e tyre. Hadhe ka Rusi në fakt, të drejtë. Po tani çdo di, u bë lufta në Ukrainë, tani atje akoma vazhdon lufta. Po ne haruam që një birr ke 500 lek, tani ka ardhur 1500. Tani filloi lufta këtu, nga 1500 do vej 3000 bira. E kupton valla? Se ngelja, se çfarë çmimi u ngritën kot. Bape ngritën ata gazin, dje që 50 cent. Në janin sot që 1.1 euro gazi brenda ditës. Do rritet nafta, do rritet benzina. Tani shko çiko vazhdo, se edhe marrin më shumë se ç'duhet këta. Se ai naftën që ngriti naftën sot, nuk e bleu dje. Nuk ka rezervë. E ka bler para një muaj, para 10 ditësh, nuk e di unë kur e ka bler. Po të tërë shfrytëzojnë rastin, edhe bap je barenaj. Tani do rriten ato. Po këtu lart ka qenë, po do vej akoma më lart. U ngrihet korrendi. Korrendi ne s'kemi probleme, ta kam thënë. Se ne kemi, na i kalon i pari. Po çe don, po ne paguajmë korrentin. Po pse ta paguash korrentin? Ti ai bëhet me ujë. S'ke pse e paguan. Po ja shesim atje. E paguajmë neve korrentin andea, jo këtu. Këtu s'ka pse ta paguash. Ja shesim si e tham një episod të parë, shesim andea dhe e blejmë prapse. Në një e blejmë me 5. Shira vut ka pasur këtë vit. Vut. Po kesh korrent pa fund. Thua? Si vjet Disney kondicionerët plak. Kap në një idea në një sponsor. Vazhdo në që jepi. Da vas të vidje, do i gjë. Jo më Gjirokastër nuk është se ka probleme me korrentin, se kam dëgjuar që thonë shumë veta që na ikin dritat me orare, në Gjirokastër s'ka pasur probleme të tilla. Po tani dritat ikin ndonjëherë më. Ato janë probleme teknike më. Dakor, kur rregullohet diçka për shembull një lagje, një transformator, një gjë, o ikin normale, siç ikin kudo, po që të ikin me orare 1 orë, 2 orë, s'ka përbaki. Thjesht tani u rëndua shumë situata me këto shira. Ka kaq vite, me shira tani është ajo është fenomen natyror, nuk ke çaj bën. Nuk do dalësh ti tani të bllokosh ju si ata indianë. Ka dhe natyror është dhe njerëzor, valla. Përdesa kanë prerë pemët, kanë bën andea këtea, këtu kanë fare këtu te neve. I ku doli te kisha rruga, e ke parë? I bjeri nga lart, shikoj. E kam parë, isha para 2 Po të bjeri një javë shi e mori me gjithë kishë me të gjitha atë pjesën atje, i pruli poshtë. Shumë keq gjendja fare. Në Manalat keq. Nga i bin ata nga Manalat janë që dalin. A është bllokuar rruga atje? Nga Cfaka ka rënë mos, ku ka rënë nga Cfaka? Duhet i biesh dhoni. Po. Është vështirë. E po këto janë pasojat e viteve të kaluara ona që nuk është se u bën tani këto gjë. Do ka vit pas viti. Do mësojnë se ato kanë më të bëjnë. Pre këtea, hiq që andea, po ta çfrin në një vend ajo. E kupton, s'ka çfarë bën. Si punë e saj jo urës atje, vajtën këto makinat me inerte, grije, erdhi orari asaj. Iku. Neve ishim keq atje në lagje. Tani kanë edhe ca mure, ca rrugë, ku diun ç'bëhet. Bëzi me asjet. Po. Tani është të vënë një nga ato vinçat e mëdha, ke pa ato që kanë për porte. Ta vën tu te mudhiri e të na marri me vinç. Na mudhiri ta çoj ai në ajër të na çoj afër shtëpisë. Vetëm ashtu mund të vëmi. S'ka mënyrë tjetër. Sa vetë bën ai? Kontenerë. Na të kontenerëve. Të kalon. Po shkë 10 veta kanë ngel në lagjin tonë. Ja bëri 3 rrugaj. Në vend autobusit. Nga mudhik ose nga kalaja, se s'na lënë të parkojmë dhe makinat. Në autobusit i fusi. Të na vari pap, të na marri prap. 3 rrugi ka? 3 rrugi ka. Kontenerë valla, në autobusit. Konteneri i radhës në orën 12 fut. Fiks fare. 10 veta. Dilni ikni psunisni, hajdeni prapë thotë ai. Ta lëje, ku ka ti biesh? Këtu e rën. Andea e rën, nga kalaja e rën, nga Cfaka e rën, nga Manalat e rën, nga të vesh në lagje. Po si në Teleferik, këto. s'ke ku e kap teleferikun? E kap. Ku ta kapësh teleferikun? Jo, Lart në Tek poshtu te Baduni. po pastaj sipër. Afër kalas atje. Po do. Jo, mos ja fut kod. Bëhet. Do çikleka, jo po bëhet. Por në këto vendet që kanë ndërtime pa leje shumë në Bolivie, në këto Venezuele këto, ka që s'kan ku të bëjnë tramet e këto ja kanë futur me teleferik. Po. Papi fut një kabël. Majtaracave. Po ne kemi çatira. S'mban çatia. Nuk mban ganxhen. Ku ta mbaj gaxhën ai? S'doja që të beton fare, të vjen te dera. Nuk ka leje. S'ka le me mik pastaj mbaj çikse os bre. Shiqip. Të stacionit radhës. Ore unë ta thash, e lën makinën në kala. Të bëmi të lëm.
Çantat në shtëpi edhe 30.000 lekë gjoba. Jo dje par dje e ngrauna mu tek bendit e pupi. Edhe e mora në Da, telefon. ja shtëpis tani, imagjino. Ore, atje kanë lënë tër jetën, tër lagja, atje lënë te makinën. Nuk ka vënë njëri gjob. Që është rrugë të kalojnë 4 makina, 5 makina kështu. Ngjitur me klinikën e pupit. E di. E mora në telefon qendrën, doli një djalë, shiko tha se jemi të rinj, tha, po miro, mësoni ti gjirej tash, na vjen keq i dhe. Është ore është turp. Janë euro 3, marrin gjob direkt euro 2. Ore, unë e kam do 2007-ës, edhe i thash atje. Ore, shikon do 2007-ës i vë gjob ti, shikon këta do 2020-ës, po jo tha dhe ne bëjmë punën tonë. Po jo, vazhdoni tash, punoni në kurrizin tonë. Paguan aq ja gjoba. Po jo mos ka logjik kjo gjë të vën gjoban. Rezidenti nuk e di, tani. që të ketë vendin e fare. tij. Ku do në çdo vend e ka rezidenti vendin e tij. Është turp tani, ç'e thomi tani? Mos e tham herë. Po jo, nuk e thom unë prapë, me që tha kipa. Nuk e mire mund me atë punë, ta kanë thënë. Po të ishe banori këtyre fshatrave të Librazhit ose Koçës, ç'o bëje, po të ishe në vend atyre. Po ja, tani ata kanë këtë problemin, në një moment do ta kalojnë. Po ne kemi të rjetër me këto probleme. Si t'ja bëjmë tani? Të rjetër vjen ai bab gjob rrugë të rëna, rrugë leq s'ka rrugë fare. Po ta zëm. Pa ata tani të paktën ja ju ndodhi kjo rregullohet. Do bëjnë çik durim o rregullohet, se ajo është rrugë kryesore, nuk do dalë ashtu. Rruga e Kavja. Po do ne si jo be. Koridori 8. Fillon turizmi tani. Do vinë këta pa taksë, në shikojnë muret nga 20 metra, muret të qara në mes. Do da i ku jam, do da i. Që janë këto, do da i. Miro, po, kjo Vup 4, o t'ja vuj 4 atja të hotelit. review. Sigur e ka fajnë hoteli që ka në muri. Po miro, këto Në janë. rrugë. Ore, këto janë kushtet Gjirokastër. Kështu është tradita, historia, kultura, që të jenë çik të çara gjërat, çik të apo jo ka i shumë të çara. Ka shumë të. Ka degraduar fare. Po do ulen çmimet e hoteleve, do ta jesh me hotelin në 5.000 lekë. Po së del llogaria, pa le t'i Vendet bëjnë. e rëna. Ose ta bëjnë si kështu, të i rrisin ore po ta reklamosh një gjë, nuk del keq ndonjëherë, thua që kjo nga 200 vjeçare bën 800 vjeçare. Ato varet e bën guida, ato si të doj pastaj, i bën historinë guida. Shumë e lashtë kjo. Ka qenë X shpino, X vit me rëndaqe. Nëse do vazhdojmë. S'na thua ndonjë gjë tjetër ande nga endi na. Si duket I çolla në punë, mirë. Çuar Rafa? Jo, akoma jo. Po turizmi ka njerëz në pati. Ka valla goxha. Edhe do të thonë. Shumë mirë. Vin edhe ndimër? Po. Ua, Shumë mirë. Mi kur ka kështu 3 ditore, 4 ditore, shqiptar pa fund shumë. vut shqiptar. Nuk psunis më njëri në Shqipëri fare. E kanë kuptuar apo se kanë kuptuar këtu Vim shpet? sonisën janë Të tërë. market, Lidl, njërin tjetër. Liru. Saranda, Gjirokastra, Tepelen, këto vendet këtu afër kufirit, psunis më njëri në Shqipëri. Ande këtë. Ande atë tëra. Del një xhiro dëgjoj vetëm shqip në markete. Në për rrugë më vetëm Shqip. Hapse në blero, jepja filos. Vetëm shqip. Po vetëm Shqip, valla, edhe këtu kur eten për lokale të tëra gjira të grekut e kam atë, të grekut e kam këtë. E grekut ajo, e grekut kjo. Po. Po, Ka një njeri që ri derat në Gjirokastër? ku vajti prodhimi i vendas? Ku vet? Ta zëm. Do të marrësh panseta që i thomi neve. E, Bërxolla. Bërxolla dhe. Ka në Gjirokastër një njeri me dera? Nuk e di. S'ka. Po që nuk e di s'ka. Se po të kishte, Na shkruaj kush. po ta kishte o ta dije që është ai me dera atje. S'ka njeri me dera në Gjirokastër. Edhe vi marrin pansetën janin. Na jashtë vinë. Mund të ketë në një me lop, me kështu që në një vici, në një dele, në një kështu dhe ato të radha. Ja ik bë një gjiro, mere makinën. Nga ure lumit, ik në kakavije. Po pe një dele rrugës, hajtë se plasim. Po ndelet nuk rinë rrugë, në Vare na. Po në anë të rrugës, ova, në përfusha, në për atje. që të kudosin. Dimër tani. Tani i kanë lartë. dimërojnë, Ku i ndrojnë? I dimërojnë. Ku i dimërojnë? Afër Bregdetit. Po s'ka o këta nga pizzari, nga këto ka pak. Fol me kaçin, i çojnë në Konispol. Na Konispoli në Korçë. Bëjmë turin e deleve. Po rrugë të deleve s'ka rënë, xhudi e madhe. Delja sa person delja 20 kg. Sheleg, mushtjer si thon. Ka shur? Se sa person sa najçja vajti 100 kg, si se. Edhe lopët. Po mirë, lopët kanë rrugë tjetër lopët. Ti cila është kafsha jote e preferuar jo për të ngrënë, shumë si. Për të ngrënë Si qenie. Si qenie. Maçi, nuk e ke Maçi, parë foto vetëm me maçin. Kënaqja edhe Po, të po. maçën e merre, tu dhonë. Ka shmën të fare. Si e ka emrin Maci? Tobi. Tobi. E përshëndesim Topin.
Topit e Harry Potterit. E mora nga rruga. Ke bërë akt human. Po, e mora nga rruga, e vaksinova, e sterilizova. E kam brenda në Topi shtëpi. është mashkull, ë? Mashkull. Kujdes tani se kanë çiftëzimin tani ikën. E kam sterilizova. Ja, hoqe fare. Po gjina. E po tani ashtu e do. Po si o të vinte ata muhabeti. pëndetivo, dikush. Ashtu e do muhabeti. Si do muhabeti, po lere të lulezoj të aremi. Po ai nuk del jashtë more, si të me këto lulezoj. Nuk e le të dalë jashtë. E veten. Të lulezoj. Po leo të lulezoj. Është me ligj, duhet sterilizuar, i kanë vënë çip që po të iki ta gjej Kuvaiti. Është me çip. Po. E çako fare. Është orakull. Shpes gjira e di ai. E din ata që iku maça për shkakun dhe kapet ti, duhet ta çosh në një veteriner, Tak. e godet ai pip, edhe shikon atje del embri. U ka lula, embri maçës tobi të tëra. Marrin telefon mua, më thon mua se kemi Ai se gjetur ke maçë. mashë në filan vend. Maçën qenin një çnëcika. Datur digjitale për macet. Po, do të zgjer pasaporta ai ta bie këtej. Pse nuk e sjell dot në Ka Ta futesh dën- kufirin. Po mirë tani. Dën se dili, Me o. të fshehura mund të bësh shumë gjëra, po. rregull. Të jemi të rregullt. Pse o, si ja del me si janë nxjerrë aty me GPS filan mace ka ikur nga Greqia. Duhet pasaport. Nuk është se shumë lek pasaporta. 40.000 euro, 50 euro. Mi apo euro? Euro. 20 euro apo? Euro më. 20.000 lekë, ja, tha se loja fiks. Po kështu thonë gjë t'ja bëjnë njerëzve, ti futin një kështu këtu. Po tani neve njerëzve vetes nuk u t'ja bëjmë atë. Po edhe puna ta bëjmë atë. Kështu thua ti. Ashtu na me vaksinë, më vajte me bërëm. Unë e bëra. Edhe njerëz Të gjithë na E bëra edhe ti? ditë vaksina. dy. Unë e bëra te lavamani. Ashtu e bërëm shumë Po vetë. da firmën atë. Më thanë dhe mua, se bëra këtu unë atëre, bëra ndeja, vajta e Po bëra. i goç vaksina. Në fund fare. Asnjë vaksinë nuk do lihet sak na këto. Po mirë mu, ja, doroni juve që si keni bën do vdesim neve. Të tjerë. Roni juve, të jeni ju mirë. Një pirë dashje sore. Ku vajte na? Jo, ka muj. Kam akoma. Ta bëjmë një pauzë të vogël edhe fitojmë pjesën e dytë pastaj prapë. E bëjmë. Publicitet. Rikthehemi në pjesën e dytë. Episodi sa që to pulli 38. Më thënë vajtëm 38 episode, naqe. Si thonë asaj Rafit, na motë më mirë. Të jemi mirë, shëndet pa tjerat. Të jemi mirë. Nuk e di dua që të bëj edhe njerë një falenderim për ndjekësit, kudo që na ndjekin, në TikTok, në live, në Instagram, në YouTube, komentuesit e shumët që i duam shumë, i përqafojmë nga të Edhe gjitha. ata që shajnë. Shtypina i like se pa lek është. Edhe ata që shajnë i duam, sepse nuk e kanë me qëllim të keq, besoj. Una që, Urdhalla. për sa do flasim tani? Çfarë të doni? Se më tha se Leja që është në backstage në live kishte shumë nga këta komentuesit që thonë që të flasi pak naqja për sulmet në Irak. Në Iran. Në Iran. Pa Irakun e kanë sheshuar. S'kanë shpinu me Irakun. Neve folëm çika atko, po ta kapim edhe pak tani këtë temën, se shumë vera i trëmben një luftë valla. Mund të ketë luftë, Po si dihet na njerë dhe mund të ketë. Merret vesh bet. po që një gjë S'është është në dorën tonë ajo. që këto çmime do rriten thonë. Po. Ajo është e garantuar. Çmimet e naftës, të gazit, të benzinës, njërën tjetrën, edhe ushqimet apo s'besoj. Të tëra. Po të tëra i përfshin ato. Ja. Po thot ai mua më ngrit nafta, ta bie makaron. Ka që ta bie më shtrin. Normal që ngrihen të tëra. Po në atë në Arabi Saudite, tek një emision në mëngjes që ishte lidhur live në Top Channel, nuk e di. Edhe e pyeti që si janë si situata, tha ndej këtej, tha ajo çmimet tha janë ulur tha. Jo tek Fevziu më duket. Po ata s'kan probleme valla, se ata gërmojnë e ju del naftë na çeshi. S'kan probleme të tilla. Çmimet janë ulur tha. Ata e kanë naftën si punë e ujit. Ata s'kan ujë dhe kanë naftë. si punë Do rritet çmimi i ujit. burimi. Do vej uj burimi atje. Po se kushtat? Të jena këto emisione, dëgjova edhe unë, pinin vetëm uj shqiptar, italian, grek ato, Dubai e këto. Ku ka ujë ande poshtë? Edhe do qenë Ave- që problemi tani për ushqime, Rër. se s'kalojnë do të më anije dhe kanali. Që problemi për Ormuz. ushqime e për ujë. E mbyllën atë apo?
E mbyllën kanalin. E ka bllokuar Kështu thonë ata e Irani. mbyllën, po ai prishi i shkatroi anijet. E ka bllokuar Irani atë. E ti, po e Irani Po dysha. Iranit po i shkatron anijet ai me se ta Po mbyllën. jo, Irani një bombe odi gabimisht tani asaj. E pe atë lajmi. Pash, e. Veni tani dhe e odi Qenë menja gabim. kështu. Do ndodhin gjëra të tilla plota. Është mirë, po këto çupat që punojnë në Dubai, si o t'ja bëjnë? Keq e kanë, shumë halli madh me ato. Pa puna ato. Ngelen pa punë ato. Po jas bëjnë më hodhën një në Dubai, kaq që s'ka më. Kushta? Spesoj që edhe më prapande. Jo, mund besoj që do vazhdoj kjo histori, se kanë inat ata. I vravën kreun, as si e ka ai Alkamanin, që ishte ai Kameinin. Se lë si e ka? Kameni. Kameni. Flasim pak për futbollin na që si të duk Champions Liga këtë javë. Shumë turp pa Inter jo Po Fide. va unë si Kemi shumë dhe tifoza me Interin në ngushëllime. Unë kampionat italian kam mbi 10 vjet që nuk shikoj më. Vetëm në Shqipëri shikoj kampionat italian akoma. Jo më, neve jemi tifoza e ndjekim tani. Po, Unë mirë, Interim po, shumë dhe dua valla, nuk e he dot poshtë. Ato që na shkeli bodoglimiti me këmbë, na hodhi në umner fare. Prapë nuk e hedh poshtë, po që është bërë kampionat italian, thonë që është kthyer prapë ajo Calciopoli, siç ishte në ato kohra me Futbolli një është Premier Liga. Bravo. Asnjë gjë Manchester tjetër. United. Premier Liga. Premier Liga valla. Rikthimi Manchester United. Manchesterin, ne që jemi tifoza të Manchester Unitedin. Shiko Premier League, shiko 3 ndeshje të kështunën, e të dielën jenë në rregull kaq. Je real. E kur kanë në Champions League prapë shikojmë në ekip anglez. Me këdo që të losi dhe me Spanjolli, pash. nuk është Këdo keq, të është Spanjolli. stadiumi. Po Spanjollë dy ekipe ka, është Spanjollë aman atë bën. Barça Real. Tjetër kush është? Atletico A. Që futesh të thjen këmbët, japin për duar. Ata. Po S'ka, Gjermani një ekip, nuk ka, vetëm Premier Liga valla. Bajti Volvesi bëri gol Arsenalit minutën e 95. Volvesi ka 3 muaj që ka nga kategoria. Po. Atje është kampionati. Këtë shikosh. Ka italian. Los ajo me Sassuolo me Genovën X-i 2 koeficienti. Pse? Se e din ata që. Do Do dalin dali me një. X, ajo. Ata akoma futboll në viteve 90. E mo jo. Mere bjerë shesheve, sa rotullohu një 10 herë brenda në fush, po lera që kampionat italian kanë mbaruar, ka kohë që kanë mbaruar. Pse nuk vend të investojnë në kampionat italian? Këta që kanë lek. Merkatua është shumë e Po dobët. s'ka ose nuk bën, nuk ka. Po dhe Manchester City se ku më ka gjetur sa lojtar të kativasur fare. Jo mos janë të kativasur, ata janë të mirë ata. Janë moshë e vogël ata, valla. Ku kishte krahasuar ai Manchester City në ato kohra me Agueron, me Balotellit, me Po tani të mirë janë këta. Pse ke Haalandin përpara? Më i miri. për Haaland momentin. sikur ka rënë Haaland. Po jo më mirë. Haaland që ka Më i qenë. miri është. Sulmuesi më i mirë për momentin Haaland. Këtë marri më. Ka ata na mbrapa. Kë ka Maramushin. Maramushi shumë i mirë është Maramushi. Ka Çerki, ka Çerkiu më pëlqen se ai Mori mund të- Semedon, mund kishte atë tjetrin, ai Xhezako si e ka ai. atë belgun, Dokun, se fut ma, Po ai fut kur është Semedon. ai? tani. Pse Se se- fut më, fut Semedon. është i dëmtuar do kuja. Aha. Problem. Valla, nuk ka si Kena Premier një Liga. pyetje për chat GPT-n se e kam këtu të hapur. Si thomi? Ai Kena një pyetje. edhe 5 vjet nga tani, këta do heqin shumë zanate nga Qarkullim. nga qarkullimi. Inteligjenca Po, artificiale. po. Ja të ja bëj pyetje. Do anë buk vetëm Elektricistat, elektricist, hidraulik, pllaka shtrus. këta punë me duar. Edhe Dash ne kaloj. që jemi kamariera. Të tjerat, ki që është guida, Iku mbaroi. i ku ki. Po një 5 vjeçar s'është më në qarkullim fare. Quhet më ky. Po ti vuj mikrofonin ai në vesh edhe Veç. po t'ja thot kinezi, ik në kala bjeri këteja futuan deja, ki guri këtu është i këtij viti, berua Spi më uj. do ngret pa punë. Duhet të ndroj zanat bleru ai bie. Patjetër. Po rregulloj chatit unë se s'ka njerëj. Mund të mirret me këto gjëra, po. Rregulloj Duhet në një çfarë. huk në nga këto gjëra. Duhet në rregull, po me këto që bën ai tani, Të vej me vllajën e Idhos, të ka bëj shumë luçi. vështirë, shumë vështirë. Flamuri. Flamurin, e përshëndesi Mulan. O, dua të bëj një përshëndetje për servis Nelin, që ndodhet te Kafe Bora, merr atë dishesën poshtë, kush ka për të montuar impiante gazi, të vejtë Neli është më i miri për gaz dhe për Çelsa, i barim Çelsa është të makinës. Po tani që rrit gazi si i bet. Nuk e di, Neli
Kthena çik përgjigje tani, që ju rit gazi, ju kthehen prap makinat me naftë bie. Ngele pa punë ti. Iku dhe neli pa punë. Futu pta gashtruza me dash Jo, të mo, lej. ta kem punë ta. Serviset kanë Ka të punë. bëj me duar, me gjëra, të tërë kem me punë. këto Jo do rrugë- kem punë, po do kem shumë Me punë. këto rrugë që janë këtu mo, me këto kushte vetëm serviset janë njëshi. Po. Rai shiu në Gjirokastër 350.000 lekë më dëmte makina, jo ripi, jo njëra, jo tjetra, jo semiaksi, do të thonë. Pse të erdhi gjë të suri shiu, shumë keq apo? E kisha lënë në një vend në parkim, më erdhën gure, na poshtë. Ua, 350.000 lekë dëmë. Mësova ca emra të makinës, është dia që jes semiakse, ça janë ato po ripase. dëgjon vetëm zhurmëra brenda në makinë. Nuk ka shtu fare. Traktori. Ik në një servis, ik në servisin tjetër, i bëra dhe frenat. Hallë. Hallë. Kështu që Ç'ë bësh valla? Në mos sot kinesi. pse ça pyetje i bëri blerua çati. Që ta naqër po me iku. Një sekundë naqër. Po ti ja bën dhe pjetën anglisht. Po ja o shqip. Valla, ai për ky zanate do. ai për ca kohë do japi receta. I jep që Nuk tani u vesh me Farmaciste, nuk u vesh me te doktori. i lexon recetat. Po të japi recetën ai bam, o vesh marrësh ilaçet ike. I lexon recetat ai se Shumica e karburanteve andea janë bën edhe lekun vetë benzin ikën. Supermarketet i kanë hequr njerëzit nga na kasa. kasat. Vete Vetë paguan i direkt. godet i bën ikën. O të heqin njerëzit pare nga qarkullimi. Këta atë punë, ai është synimi këtyre. Që të na tani se ço bëjnë njerëzit nuk e di, unë duhet të gjejnë një mënyrë. Po me sa më mirën këta njerëz. Do bëjnë si Emini, olla. Si Emini. Emini që mirët me internet. Ai tir. Ai tira gjëra. Do kalojnë. Emini ka kohë është i vjetër në këtë zanat. Ai do mbi jetoj vetë mbreti fare, ai është mbreti. Zanati. Po duhet akoma më mirë. Po për turizmin splendid nga këtë vit në Gjirokastër. Si mendon do ketë rezervime, do ketë. Po dha, po nuk fluks? vazhdoi lufta shumë mirë do jetë. E thamë në radhën e parë. Se do ndikoj kjo luftë atu edhe në Po se Shqipëri. ndikoj 13 ai tjetri na. Po Shqipëria është safe, Po valla. se valla, ai është në Norvegji, boti është rehat fare ta zon. Tu dai shtë vetë unë atje. Shef që edhe në Jordani tani që bajtën. Kanë ngel trata veta në Dubai, kishte më safe se Dubai? S'kishte më safe. Shton atje, sa mirë jemi këtu, sa ande sa këtu. Luks njërën tjetër. Ba, pe hodhi bombën ai, u trembën ata, ktheu ngel në atje, përgjigje. si kin dot. Mos ktheu përgjigje tha po brenda shumë po brenda 5 viteve ka shumë gjasa që disa zanate dalin pjesërisht ose pothuajse krejt nga qarkullimi, por jo tërësisht. Ja si ndo zakonisht. thot. Zanate që po zhduken ose të kuren. Argëtarët tradicional thot, do zëvendësohen nga kasa automatike. Operatorët telefonik call centera, Do t'i flasi ja në telefon? puna administrative shumë rutinë, do me thënë tip djelëze kështu. Po. Ti ke djellë unë, ti je një para. Po. Kjo është për menin. Punëtor fabrike pa specializim. Ti je një para me Dhe botën. shitës biletash fizike. Ti ke ministër digital, na që. Ndërsa zanatet që do ndryshojnë dhe nuk do zhduken, thot, tërësisht janë shofer, kontabilist dhe gazetar. Podcast. Neve do me thonë do punojmë akoma. Kamarieri, ne u punojmë. Zanatet që do rriten, thot, që janë në rritje sipër këtë 5 vjeçar në arshëm sipas teje, është IT dhe programim e minlëk, Emin lëk, është tonë Emini. riparime teknologjike, paka shumë e minlëk, energji e rinombueshme këto ujë, ajri. Kujdesi shëndetësor, tani del kundra asaj që. Dhe zanate praktike, thot, elektricist, hidraulik, Mira, mirë, paka tani. shumë ti ke të njëjtin nivel Po. IQ-i e koeficienti inteligjencë me çatin. Po. Edhe shiko, një doktor nuk e bën një IT nuk e një kështu inteligencë. O dha, po inteligjenca nuk e është se bën do zhduki punën doktorin, o dha, O dha, normale. doktori do të operoj, si do të operoj ti ku. More, pa tjetër nuk janë kundra, po recetën nuk o të japi më doktori. Po recetën, o dha. Tu është tia që më bën ashtu. Ure, ka njerëz që marrin ilaçe kronike, kam ilaçet e zëmrës, ja bën ai, i merr ai tërë kohën ilaçet, do recetën zot 3 muaj. Vjen e merr recetën, ikën, jo, thot ai, s'është nevojë atë bishte mua fare. Bam, më ta japi ai Ja dërguan me kompjuteri, e dërgon ai, miru pafshim. Mua doktori kur vetë andja bëj analiza, të tëra në telefon mi dërgon. Recetën, lejen e punës së tëra, pap, vinë këtu, nuk vete fare në fizikisht e ka ai. Vetëm kur vizitojmë, më thot mua ik, s'ka më receta me dorë. Dërgon këtu ai ik au. Nga të shkrimin e Hiç gjë. Nga vëzit. Je në rregull, merr dhe raportin edhe vazhdo programin. Po kjo është gjë e mirë pastaj. Po gjë e mirë është, normale. Digitalizimi gjë e mirë, po nuk e di se sa do funksionoj këtu në Shqipëri, se këtu shumica kanë ngelur janë pleq.
edhe si o ta marrë i plaku shërbimi me... Jo, po ai është problem normale. Nuk flasim për atë tani. Dhe këta pleqë tani janë, po thuaj se moshe 3 që kanë ngelur këtu, shumë pak atë rinj, dhe kjo është për të ardhur keq, me thënë drejtën. Dhe i plaku të vizitohet në spital të marrë një ashtu, ai e do recetën të japi farmacistit, si është hallë më vete kjo, me që. Hallë është. Se është moshe tillë që nuk është mësuar me këtë stil jetese të digitalizuar, e kupton? Edhe përbën problem. Po ai nuk thot për nesër, ai thot Po mirë. në vitet e ardhshme. Se deri nesër ti kemi të 10 të rinj, po pastaj si the atë kohë 10 veta janë në lagjit. 10 veta. Si qa thot kjo tani, si do e konkurosh ti dhe farmacistin ose doktorin? Nuk i konkuroj, thot farmacistin doktorin, por i plotsoj. Çfarë bëj unë, thot AI? Informoj, thot, ndihmoj në vendimarrje, jam i disponueshëm 24 orë në 24, thot. Doktori Flëmas, ose farmacisti. Tu farmacit mbyllen në 9. Jo, është një farmaci që ri pak. Është. Drini, faleminderit, Drini, e përshëndesim mikun tonë. Për sponsor. E pi ilaçe Informacionet shumë shpejt. Kupton? Ai mund të ketë radhë Po. farmacisti. Çfarë nuk bëj unë, thot? Nuk vendos për diagnozë, nuk përshkruaj barna ose doza, nuk zëvendësoj ekzaminimi fizik, nuk marr përgjegjësi ligjore. Kryesorja, është i bitën më njën, qati. Po pse doktori o marri përgjegjësi ligjore po pësove që ti? Po mirë, dhe I pak ku di që thotë i pësoj atë të ai edhe ike ti. Ike ti ngorde. Çe që gjithë bën as doktori, o të heqi të parkoj më njëherë edhe. mbledh mendje. Pak veta kam vdekur ashtu, ç'more. Si berber thua ti. Vetëm në për spitale merr infeksione bësh më keq edhe të nesmen. Lena Amanova, larg këtyre gjirave. Jemi mirë. Të kemi shëndetin thuaj, të kemi shëndetin. Mirë, po kjo gjë ndodh këtu në këto vende të Ore se ti lindje dhe vajzo, valla, si ndihesh tani që u bre baba? Të tëroj vajza një që harruam. Faleminderit. Si ndihesh tani që je baba? Shumë ndryshe. Iki nga rruga Çeverisë Po jam, shiko. me ujë të bekuar. Akoma nuk vajza sa sot do me thosë të randisi vajti 40 ditë e kam dërguar në Tepelen nga Vjera. E marrë vesh. Edhe këto ditë që unë doja të harbuesha pak në thojse, doktori më dha antibiotik për të mbatën. Sikur ta dinte. E kupton edhe Të do dhe fati. se të fare. Po mirë ona që pa gjumë është kryesorja. Pa gjumë, Pa gjumë është kryesorja. Po mirë që je edhe pa punë tani, është mirë kjo. E kam pa gjumë, pa punë edhe Po jo, po je në një situatë që je edhe pa punë tani edhe. S'ka gjë që je pa gjumë, po ti je edhe pa gjumë dhe të vesh në punë. Jo, ajo është. Hadhima pasaj. Unë bile kam. I thua këmbës dorë, Po. thot ai po dishe te lokali bjem kafe i çoj Po. makarona. Ore na ka ndodhur ajo, po na ka ndodhur 1-2 ditë që nuk kemi qenë pa gjumë në këto netët e vështira të dimrit. Po tani vajtëm kaq kohë, vajta një muaj e gjysëm që është problem kjo pjesë e gjumit, sepse ajo Do të haj. do të pim, nuk haju akoma. Po e mo do të haj. Ajo te ku flo gjumi, çdo bësh tani, do çohesh, nusja çohe mund. Misa të zik ka mbaruar kjo. Jo, më mirë janë. Në mikrofonin blerua nuk dëgjohet se sa. Po këtu, po unë, Dëgjohet naq. se marrë vesh. Ajo, s'dëgjoj gjatë. Edhe kështu ana që po që është një Kënaqësi më vete. kënaqësi më vete, domethënë është komplet ndryshe. Unë jam në hapat e para, nuk e di, janë këta baballarët e tjerë që duhet të flasin që e kanë bebim së më pak më të rritur, se unë akoma s'di ku jam tani, se është komplet, domethënë, Ke Xhaxhi Kaçi. Kaçi për shembull kur mori vesh kështu, filloi qau, nuk e mbajti të emocionet. Kështu o bebë dhe unë i thash, pas një markoje. Po varet. A është vale në atipi. Jo, është shumë ndryshe, beso, vete në shtëpi sado që të jesh i lodhur pa gjuma, kur shikon atë që kaq njerëz. 50 centim është bërë. Se kur lindi ishte diku tek 30 c. Edhe me peshë është mirë se vajtëm e vizituam, ka ardhur një doktor grek këtu, vajtëm tek ai. Në privat, kuptoj. Në privat, edhe doktorët e spitalit edhe gjej rast një falenderoj të gjithë edhe pediatrët që janë aty shumë të sakt, shumë të respektuar, po për më shumë për atë kurështjen se kanë edhe shumë njerëz, shumë miqtë e mi që kanë vajtur janë vizituar tek ky doktori privat.
Shko njerë më tha, mua thjesht një vizitë. O të thot 2 Po gjëra s'bën më ai vjen shumë. një natë në kaq këtë. Vjen një javë. O të thot 2 gjëra më shumë, edhe ato gjërat domethënë më shumë që na tha që vishin gjëra shumë të sakta sepse dëgjonim nga këto plakat në lagje, nga këto gratë që jo mos ha atë, mos pikë të, jo hiqe qumshin, bëj kos, jo bëja të ktheje Mos e ka këtë. procese gëlet i shkurt. Mos kalo poshtë asaj se doktorin atë haç të duash i tha, nustes të jesh ti i tha në fillim, do ta shofësh ti tha se çfarë nuk do vajza, po ti ke nevojë për të tëra gjëra, të tëra nevoja ushqimore, me jeshillë, qera, me sallatra. Edhe kështu vetëm ose ha fasulën tha 3 ditë rresht. Ose ha 4 ditë një gjë. Ndryshoi e tha për humorat, e kupton? Do ideja është që ha çfarë duash. Por që gjej rast një falenderoj edhe një herë gjithë personelin e pediatrisë të Spitalit Gjirokastrës, që janë gjithë, nuk kam çfarë të them, na kanë qëndruar në kokë gjatë kohës që ishte nusi ashtruar në spital, sepse Kur lindi? Po lindi dhe me operacion, nuk lindi vetëm. Po që deri tani fal Zotit jemi mirë, edhe vajza, edhe nusje, edhe unë jam shumë i lumtur që Ajo ka rëndësi valla. kështu që vazhdo se ke radhën ai që vazhdon çik të di se nuk e ke idenë, është gjë fantastike. Kurse ti blero Kam ko. jo, nuk e ko asnjë, jepi çik. Kam. Ka kohë kanë Jepi ndryshuar. gaz, jepi gaz. Kanë ndryshuar korat, nuk janë më ato kora Ti se që. lë vazhdo në Amerikë, jo këtu. Atë më tha kapo, bëj njëse dhe shkon, se mëra që përka kapo, në sot, me këta bëjtë. Ti bëj në Amerikë, se ti të ka dalë lutu. Pse do ikë si luja? Ka dalë lutu amerikanë. Ço bëj do, rikëtu të se leja. Iku. Ikën të tërë, ja? Ore u zhdukën. Ç'bëhet E valla. bëja do humorin, e bëra dhe ripostu në TikTok. Ishte bërë ky Albano Bogdua, ishte bërë si plak. I vajti njeri. O xhaxhi i tha, edhe të marr bekimin tënd i tha. Pse unë biri tha, çka ke? Do iki tha. Ku do vesh tha? Do iki në Gjermani tha. Po pse më ti mirë je këtu i tha. O ç'mirë jam, pa punë, pa gjëra i tha, pa lek i tha. Po punon kamarier, ku morin mua 300.000 lekë i tha, po ç'kamarier punon ju tha. Ata tha, se lëndas 300 lekë na marrin dhe bakshishi tha. Ik do ik. Erdhi tjetri, mo tha, si dukem tha ai, dukem si budalla je tha, po ç'ke tha. Do ik i tha. Ku do vesh ti tha. Vetë të punoj në Spanjë tha. Po ç'o bësh në Spanjë tha. O shes drogi tha. Papi. Po ti tha si. Erdhi një vajzë, po ti po je bia asaj tha. Ku vesh? Do ik në Dubai xhaxhi. Po në Dubai ç'o bësh ti tha. Po do vete tha, andea kështu tha. Jo, do vete do merre me reklamime, marketing i tha. Ike dhe ti tha. Erdhi tjetri, po ti tha, ti ke punë këtu i tha, ke blet i tha, ke gjërën, ke tjetër. Ku vesh ti? Ç'blet i tha, ngordën bletër, diqen i tha. Pse i tha? Morëm ilaçe në Tiranë i tha. Ikën të tëra i tha. S'ka më blet i tha. Edhe tha Albano në fund, nuk ma priste mundja që o vinte dita tha që unë ngelesh tha më i riu në fshat dhe më ishën det shmit. Po. Ishte bërë si plak domethënë. Ashtu është. Na që do vjen në Vietnam tani. Tër këta ikin. Do të thonë, nga Ja. dhe vesh për plasë, nga që deshma mori goni, nga grëndake. Ore me gonen çu bulla. Me qira dhafi, falemderit shumë ti zotri që... Të jetë mirë valla. Ore pse nuk vetë te agronda ka, valla, se më çmend. Ore ti qen ke na. Një fans të rim më të fortë, më persistent, me që Dashnor Diko. O Dashnori breti, vlla. respekte Dashnor Dashnori. Diko. Koment çdo Dashnor Diko është duhet të vinë një ditë personazh. dashnori këtu ta bijem. Ore po do vinë në Gjirokastrën nëse Të vinë s'bën në ai. Gjirokastër ta mbajmë ne në shtëpi. Do vi me se Do vi me familjen, me këtë do haj doj. qipqi, do haj birek, banane. do haj një. Ore të haj çdo doj valla. Të vi këtu ta mbajmë ne në shtëpi tona. As hotele as që gjë. Dashnor. Të vi dhe Diko, këtu një po. ditë të bëjmë një emision. Pse jo? Pse jo? Bile emision. Të këndojmë çik. Emision unë do kisha dëshirë se kam folur edhe me Anton Bello. E përshëndesim komedianin. Të vi dhe Anton Bello, të vi, po nuk e di tani se si do ta bëjmë se ti ke marrëdhënie tani me Agron Laka është i pari që ka shprehur dëshirën tani. Do vemi ne apo do vi Agroni këtu? Si do ta bëjmë? Si të jetë më e mira. Ë? Si të jetë më e mira. Po gati na që se jemi për Tiranë. Po, po. E përshëndesim dhe njëra Agron Lakën, artisti popullit artisti merituar. Faleminderit Agron Laka. Na Finish. Ta mbyllim. do ta mbyllim avash avash si thua. Si ishim shumë në qef Një sot. bombë të fundit. Si ishim shumë në qef sot. Ishim si të vrarë, por Si ka mundsi? Nga koha. Është koha. Nuk është Përmbytit, në ato dhe shitit. Një ditë shi, një ditë diell, një ditë
Në mëngjes 25 gradë, tani 3 gradë. Psikologjia, o çfarë tham tani o Po, janë po. të gjithë që janë të rënd fare 0-0 në absolutisht. Dil në pazar, erdhi vajti një javë diell, asnjëri, as turista, prapë. mirë që erdhi një herë një grup, u mbush pazari u duk sikur filloi. U kenë ardhur grek se kanë qenë 3 ditë ande. Grek erdhën, po erdhi edhe një grup me turista, flisin në anglisht, nuk e që mos që janë amerikanë, rrezik edhe filluam që të na hapë shtësit, u mbilën prap, s'ka vajtën kaq e ditë, vetëm këta që punojnë në pazar. Base do zoti ma fillon buçet tani na javë e dytë e marsit, të fillojmë që të aktivizojmë edhe neve, valla, se jemi kalbur fare. Do fillosh punë? Unë do filloj, s'kam ç'a të bëj. Te nuk- dyqani apo te ku ishe? Ku të jetë? Ku të jetë? Ku të jetë? Droga thuaj, të futet droga. Ore, do bebelina është, Po, po. më dha njeri 1.000 lek një dhjerëtë. E kupton? Po, po. By the way. Kështu që do t'i falenderojmë edhe një herë ta sponsorit tanë pas ta mbyllim, Budweiser Budvar, buj burimi, kafe Frank, cappuccino, Irish cappuccino pistachio. Faleminderit Fura Antigonea, 2000 Enzo Atini, si edhe Enea Shalari. Autocar Albania Autocar edhe Albania, autoaccessor.al për pjesë këmbëmi për makinat tuaja, mos harroni, keni website-in. Shumë faleminderit miq, shifemi në episodet e ardhshme. Kemi miq, i përshëndesim, i I kemi mi të vjetër.